Kur'an ka thonë wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. Sa ju muslimanët armiq më të mëdhaj të përbetuar për ju I keni jahudit. Walladhina ashraku, tha dhe mushrikët, ato që njohin më shumë se një Zot. Wala tajidanna. Kurse ju prej njerëzve që janë krishterë, keni me pa në zemrat e tyre pak butësi. Ka krishterët ato që njohin nisën edhe Injilit, në to kemi pak butësi në zemrat e atyre, sjelljet e atyre janë me juve pak më ndryshe. Kështu tha Allahu në Kur'anin e Kerim. E ka pranuar Islamin. Se Xhaferi I afroi atij argumente, si ka hije muslimonit me I therr qerat në Islam. Ju që jeni në gurbet nëse jeni në xhami këtu, që jeni në Zvicër, në Gjermani, në Hollandi, në Belgjik, Skandinavi, në Austri, edhe jeni në xhami sot këtu. A keni therr dikan në Islam këtë Zvicrës edhe për Austri andoj këtë në Gjashi janë, këtë gjematin e Gjashit janë, me fe. A keni therr dikan? E di çfarë bindje kam? Kam bindje se atje kanë fillu me ju therr në Islam. Kështu I kam bindjet. Kanë fillu ato me ju therr në Islam. Po pse kështu çka u bë? Pse ju atje që jeni mos I keni mend të kjo punë helbet me therr dikan në Islam? Ju që jeni atje gjemtë tonë, mos keni shku për këtë qëllim atje? Jo. Ju s'keni shku atje, keni shku për kafshat. E në atë kafshatën e keni arrit një grup e madhe e ka humbë dhe ata, ne dim, nuk po folim në andra. Një grup e madhe dhe kafshatën e ka humbë. Për shkak se e kanë humbë së kaqët e gjona të komplikuara, së kaqët e ngushta edhe më të komplikuara. I kanë humbë disa burra tonë për fat, ato rrugët e ngushta të qyteteve të errësirave të natës edhe ditës. Jam kanë humbë kafshatën e butës, ato njerëz atje që ato vetën e kanë humbë natën edhe ditën mundon me dalë prej problemit. Ato të prita teknologjike të shkatrimit të anës morale të asaj Evropës së Veriut, me rrugë e shtëpi dhoma, bordele të erta me llama të kuqe, kanë ardhur me na kallëzu neve rrugët e Evropës tash Kosovë, edhe këtu të na kanë ardhur me kallëzu rrugët, edhe na banën neve ato, na banën për një kohë shumë shkurt të çmendur, na banën të çmendur neve. Këngëtarja e jonë kur ka dalë me knu, kur kemi qenë na hefna, kur na ka ardhur neve era popull, ka dalë me knu me një turp të gruas shqiptare, s'po thon muslimane, me një turp të gruas shqiptare, e cila ka qenë gruaja çika e familjes, e ka ngrit zonin për një lloj defrimi të popullit vet, ka knu një këngë kombëtare, ka knu një këngë për ngritjen e moralit me gjithë Islami ka vërrejtjet e zani femnës kur knuaj për para burrave, I ka vërrejtjet e veta edhe I ka argumentet e veta, me gjithë ata barabar, ash akceptu e veshur mirë, e mështjellur mirë, ka dalë ka knu e tashti. Kur e Europa na I çoi neve te pritën teknologjike, që a gjithë ditë mos ka me I bo ative, na banën neve më mirë sa ato me u kput midis. E neve në më të vërtet u futëm midis. Në mësu neve për 6 muj, me u futëm midis. E më të vërtet në u futëm muj midis. U futëm midis në. Me lloj metodash. Një nga metodat me të cilën të ta lidhi dersin unë sot do ta mbyllim me ta. Është metoda e ganimetit. Erdhi Europa të na. Edhe në ndau ndihma sociale për tritë tonë. Ndihma sociale 400 miliard denar. 400 miliard. 450 miliard. 425 miliard. 412 miliard e 500 milion. 500 milion, emën I bukur. Shifra të bukura, miliarda. Ne e banën neve këta. Ne I pronën neve këtë ndihma këtu. E faktikisht ju gjemë që jeni në xhami, një numër I madh ju jeni në xhami mrenda që këtë ndihma I keni përqafu. S'ka më në kondër. Unë s'jam të ju thonë juve shkoni mirëni, shkoni lini se ju më thoni mu qëtër sen. I lom në, po I merë qëtër kur. Ju mu e kështu më thoni. Për mësë me ulanë në juve me më thonë kështu, unë ju thonë juve xhamia shka, kursia e xhamir shka ju thotë, jo unë shka ju thonë. Ato juve me 450 miliard
ju kanë shtri për toke në vitin 2020, kejt keni me qenë lipta. Kejt keni me qenë lipta, se me 400 miliard ju kanë qitë të arës juve. Ju kanë lonë kafe, në i pinë qaj ato, ju kanë lonë juve në kafe, në qaj tore ju kanë lonë. Se i kam 450 miliardi marë, vlave jam 450, 900 miliard, 900 miliard 300 mark. A i hoxha që katë da marë të qapës, kejt za palenje i kanë morë, edhe grua mrena i ka plasë gjak, asë 250 mark, asë 100, a unë në qaj po pi mazdarke, edhe po e blu i qajnë si mullini milin, edhe 900 miliard në lavit, jam 4 lavë, 1.800 miliard, shka po do të ti, po ka përthejmë, ndimi e 20 lip të kejt, ju ndimi e 20 keni me lip, edhe 20 vetë për mdo këni shumë, kejt keni me shtru se e të rënë rrugë, keni me lip për shkakse, keni me uba për 20 vetë, njerëzit më të papun që si ka pra teta, njerëzit që s'kanë me di ku i kanë rëtoneta, njerëzit që s'kanë me di ku i kanë mëgër, njerëzit që kanë me vetë plakun e katunit, që tu ashtë që kjo për një mera jeme ajo, se kur jam koni vogël vishne ama motis jam konë që 20 vetë, kështu kanë me ju bo evropianët që për ju dojnë juve shumë, ato kanë me ju bo juve kalkur, ato juve kanë me avon një sup, me thonë zoti ashtë zot, edhe a i ka grue, edhe a i ka gjall, e pastaj me pi supën, që tu kanë me ju pru. Që tu kanë me ju pru. Ju nuk keni faktikisht shije hune, me ditë se këta që e thejmë me këtu, e thejmë me përgjithsi se kjo është e vërtet, për shkak se ne e dim këta, se është e vërtet, su ku shka e dim se sot është e gjumo. Që ka të jemi të bindum këtë punë, edhe këtë ja u themi na, juve haptas edhe qartë me vakt, se kjo ka me ju ndonë, e ju ani, ju mas 20 vetë me thuni, mas 20 vetë me thuni, nësë jam atër, unë e di që si jam atër, edhe 20 vetë i bindu një mund që si jam të. Ju thoni atër në patfon, mëraj. Në patfon pas në hangër në e vetëri Allah. O, gjem, lirin dimat e mikë të të hujet. A dini shka janë? Janë të kuq në buzë e asaj gruës që diban ka si ban për ka bukuria. Se fotografë që s'ben për kërgjohës ato, që ato 1 kilo të kuq që dojnë, harve këtë para parqinë të rrinë. Gjithë ditë në ato vesh lijen. Se në përmet që ato i të li mësë mësë po bërë dishta, dhe mësë po kujton dikur se edhe minu e ka dhe një qekë. Budimat e Evropës janë të kuq, i të asaj gruës, i të asaj femnës janë, qasit kuqi janë ato. Ato janë kozmetike mykë, mrena asaj është viran puna, është hakarat puna. Kurse ju jeni ato gjemë që s'ka nevoj me u zbukuru me të kuqin e hujtë, se ju jeni të bukur vetë, ju bazën e keni të bukur, ju thelbin e keni të bukur, ju thelbin, genezën, substancën e parë ju e keni të pasër, ju keni njës me ndot me të kuqin e hujtë, për shkak se keni pranu këtë elementin që bota e ka po për qëllime për mavor me ju bot dikush qëtër. O Allah i dafu, këtë të thash edhe po se more për një me ta lipi ditën e kiametit unë pa ta lip s'ta lo, pa ta lip s'ta lo, ju që jeni a gjengurbet kap në për pune, se ju ka hije, a i që vdiq për pune atje dhe rezët e shahidit i ka, a i që vdiq për pune me një jetë dhe vdiq të puna, a i ka dhe së Rasulullah i tha, men me të dune me lihi për hua shahid, a i që vdes për pasunin e vetë a shahid, ta val men me të dune ardihi për hua shahid, a i që des të kam të gruës dhe të lotës, për me mrojt në mundin arsajt, des shahid, sa ju keni kujdes atje, më thumë diko, rini, bini, ani, rini, bini, ju që jeni këtu, trazoni djem, se ju ka kap gjumi i të merit, vetë nuk keni nënsime e ta me si, se sanë si ka sanë gjengje të keqe jeni. Ju e një gjengje shumë keqe, ju e një para derës zjarit ku jeni të u gjegë hemen, ju e një para derës zjarit, ju vetëm se s'keni ra në zjarë me pa vetëm flaka për ju donë, ju keni ra në zjarën e varfërirë, ju keni ra në zjarën e fukarallëket të quditshëm, ju keni ra në zjarën e varfërirë të quditshme, juve në zjarën e kësaj varfërirë që edhe tash moment, jeni të e pa daqë ku është puna, juve ju kanë shtit tjerët duke ju afru ndima në qire ta zotë markë. A dora e këti populli ka qenë dora e punës në bjarën e vetë.
e në arën tonë s'janë 150 mark, ati janë ma shumë, sa Allahu ka mjella ti bereqet. Tradhoni, ndëgjoni hoxhën e ju, kur kush ndot ma shumë të ajës ju donë, kur kush ndot ma drejt të ajës ju këshillon, kur kush ndot dortin të ajës ja u banë, asë njërë se ajë ka qef me ju pa të patë, ka qef me ju pa të ditur, ka qef me ju pa të bashkuar, ka qef me ju pa të ndërtuar mirë, ka qef me ju pa në shtëpi të mira, ka qef me ju pa në kerra të mirë, ka qef me ju pa në darkma të mira, ai ka qef me ju pa si ma mirë, edhe ai si ju donë në derën e hu. Edhe ju atje në Kosovë, edhe ju atje në Kosovë, ku ju mrim do shta zoni ju, inshallah. Edhe atë dorën e juaj atje në ashofin, bashkë të dorën tonë, atë më larga, atë më nga. Edhe ju jeni në këtë krizë atje, edhe më thellë keni batis, largohuni. Këthen ju originalit, të juaj, këthen ju sefrës juaj, edhe fitoni prej gjeri e fyva. Allahu Gjelle Gjelaluha ka bo mubarek të bekuar dorën e cëla punën prej vetiut, jo dorën e cëla prit, për mbyllim me hadisin e Muhammed Mustafa ka thonë, el mu'minu, el kawiju, khajrun wa ahabbu ila Allah, min el mu'mini dhaif, muslimani i fort, as ma i dashën të Allah sa i dërti. Ka thonë, wapi kullin khajr, prej të dime ka mirë, ka thonë, el jedu l'ulja, khajrun wa ahabbu ila Allah, min el jedi sufla, dora që jep, as me dashën të Allah sa i dora që merë. Vini bëjë dora e postër, jo e postëri, pa e dora e imët, nën, si prit me i dhanë dikur. Hekën e këtë dorë, nërënet e mas, hekë me dorën që këni zgatë me i dhonë halkin, nërënet e mas atë dorë jo shtinë në gjapë, atë dorë shtinë në punë vëllezër të dashur.